Flamurtari në basketbol vazhdon formën e shkëlqyer duke konsoliduar vendin e parë në renditje, pasi fitore e bindëse ndaj Partizanit. Ekipi vlonjat triumfoi të dielën në Vlorë me rezultatin e thellë 87-64 në një ndeshje ku dominoi plotësisht nga fillimi deri në fund. Që në çerekun e parë, Flamurtari tregoi e përsi në lojë, duke vendosur ritmin dhe kontrolluar çdo aspekt të sfidës. Me një mbrojtje të fortë dhe organizim të mirë në sulm, vlonjatët arritën të krijojnë diferencë të konsiderueshme në pikë, duke mos i dhënë asnjë moment mundësi Partizanit për t'u rikthyer në lojë. Partizani, një nga rivalët kryesor për titull këtë sezon, u përpoq të reagojë, por nuk arriti të përballojë intensitetin dhe saktësinë e Flamurtarit. Diferenca në cilësi dhe përgatitje u reflektua qartë në parket, ndërsa vendasit vazhduan të thellonin rezultatin deri në fund të 40 minutave. Me këtë fitore, Flamurtari konfirmon jo vetëm vendin e parë në renditje, por edhe statusin si skuadra për të mundur këtë sezon. Vlonjatët vijojnë të jenë të pathyeshëm, duke mos njohur ende asnjë humbje, e duke dhënë sinjale të forta për pretendimet e tyre për titullin kampion.